Zbuloni çfarë shkakton hurma arabe në organizëm dhe kush duhet ta konsumojë çdo ditë. Hurmat arabe njihen si fruti mbretëror dhe janë një prej frutave më të ëmbël në natyrë. Frutat janë të shijshme dhe shumë ushqyese, pasi do të ofrojnë rreth 70% sheqerna. Është një frut i vjetër i kultivuar kryesisht në vendet e Afrikës Veriore dhe në Azi. Në mbar botën ka më shumë se 2000 lloje të ndryshme të hurmave. Ky lloj quhet fruti mbretëror sepse në të kaluarën, kjo shumëllojshmëri e veçantë e hurmave konsumohej kryesisht edhe nga mbretërit. Energjia që ofrojnë hurmat është për shkak të përmbajtjes së lartë të sheqernave, prandaj ato konsiderohen si një ëmbëlsues i mirë natyral. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ato janë një zgjedhje ideale për t'u kënaqur, sidomos edhe për dëshirat tona ëmbëlsuese, të paketuara me element të lartë ushqyes dhe që mbajnë larg një sër komplikacionesh. Përfshirja e hurmave në dietën tuaj do të ofrojë një sër vetish të mira, të cilat do të bëjnë ndryshimin thelbësor në dobi të organizmit. Energjia që ofrojnë hurmat për shkak të përmbajtjes së lartë të sheqerit mund të konsiderohet si ëmbëlsuesi i natyrës. Ato janë një zgjedhje ideale për të kënaqur dëshirat, ndërkohë që ofroni edhe shumë ëmbëlsues natyral për trupin. Përfitimet ushqyese të hurmave arabe janë të shumta dhe gjithashtu të larmishme. 2 hurma përmbajnë rreth 133 kalori. Gjithashtu ato bëhen kryesisht nga karbohidrate. Janë një burim shumë i mirë ushqyes edhe i sheqernave natyrale, që mund të ofrojnë një mbrojtje më të mirë të lehtësimit të organizmit. Përveç kësaj, ato janë të pasura me nivele shumë të mira të fibrave, element këto shumë të rëndësishëm dhe të dobishëm për sistemin tuaj tretës. Ndaj listimi i tyre në dietën tuaj do të luajë një rol pozitiv në marrjen e niveleve të duhura të fibrave në trupin tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ato janë të pasura gjithashtu me burime të mira të kaliumit, 2 herë më shumë se bananet, dhe përmbajnë gjithashtu nivele shumë të mira të kalciumit, të vitaminës B6, të vitaminave të ndryshme, acidit pantotenik, bakrit, fosforit, gjithashtu edhe magnezit. Ato janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese dhe pasur me flavonoide, të cilat luftojnë inflamacionin, karotenoidet që nxisin shëndetin e zemrës, gjithashtu edhe acidin folik, i cili ka efekte anti-inflamatore dhe produktive në mbrojtjen e organizmit. Përfshirja e hurmave arabe në dietën tuaj do të jetë një nxitje shumë e mirë e rikuperimit të energjive gjatë ditës, sidomos në momentet kur keni më shumë nevojë. Në përbërës themelor të dietës mesdhetare është edhe përfshirë hurma arabis, një frut pak i njohur por shumë i pasur me përfitime të rëndësishme në dobi të organizmit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Përveç se është shumë e shijshme, ajo përmban lëndë ushqyese të tilla siç janë për shembull hekuri, kaliumi, proteina, fibra dietike dhe elementet të kalciumit, vitaminës A, vitaminës C dhe grupin e vitaminave B. Hurmat arabis kanë veti natyrale anti-inflamatore dhe anti-hemoragjike, duke qenë se janë të pasura me sheqera natyrale, sugjerohet i hani më shpesh sepse ato mund të ofrojnë një mbrojtje më të mirë të organizmit, çelësi qëndron te sasia që mund të konsumoni gjatë ditës. Në këtë video, sipas Teptuel, do të rëndisim përfitimet kryesore që do të marrë organizmi juaj nga konsumi i hurmave arabe në përditshmërinë e dietës suaj. Ato do të rrisin energjinë e mirë të trupit tuaj. Duke qenë se janë shumë të pasur me glukozë, fruktozë dhe saharozë, hurmat arabis japin më shumë energji për organizmin, pothuajse menjëherë sa po mund t'i konsumoni ato. Ato gjithashtu përmbajnë nivele shumë të mira të kaliumit, një mineral që trupi i duhet për ta shndruar energjinë dhe sheqerin për t'i dhënë më shumë element ushqyes. Hurmat arabis janë një zgjedhje shumë e mirë e lehtësuese edhe kundër shqetësimeve të kapslëkut. Hurmat arabis
Kanë efekte të mira, qetësuese, laksative, që janë të dobishme për ata persona të cilët u vuajnë nga shqetësimet e kapsllëkut. Ato janë të pasur gjithashtu edhe me fibra të tretshme, të cilat do të stimulojnë në traktin e zorëve dhe do të lehtësojnë edhe komplikacionet e tyre. Konsumi i tyre në dietën tuaj të përgjithshme do të luajë një rol pozitiv edhe kundër këtyre shqetësimeve. Hurmat e arabisë janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe për persona të cilët do vuajnë nga anemia. Mungesa e hekurit është një nga shkaqet kryesore të niveleve të ulta të hemoglobinës në gjak, e cila shkakton gjithashtu edhe probleme të anemisë. Hurmat e arabisë përmbajnë nivele shumë të mira të hekurit, minerale që promovojnë hemoglobinën në trupin tuaj dhe mbajnë larg gjithashtu shqetësimet e saj. Një person që vuan nga anemia mund të marrë shumë përfitime nga konsumi i hurmave në dietën tuaj ushqyese. Është e rëndësishme që konsumi i tyre të jetë gjithmonë me moderim, në mënyrë që vlerat janë të plota. Hurmat e arabisë gjithashtu janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe për gratë shtatzana. Hurmat e arabisë përmbajnë ushqyes shumë të dobishëm gjatë shtatzanisë, si për nënën ashtu edhe për të voglin. Ato gjithashtu ndihmojnë në forcimin e muskujve dhe janë ideale sidomos në këtë pjesë të jetës. Hurmat arabisë janë të mira kundër dhimbjeve nga pija. Hurmat arabe mund të ndihmojnë në luftimin e efekteve të pijes duke favorizuar kështu një detoksifikim më të mirë të shëndetit të mëlçisë dhe duke rritur më shumë energjinë tuaj gjatë ditës. Hurmat arabe janë të pasura me element ushqyes, të cilët do të luajnë një rol pozitiv edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Duke qenë se përmbajnë pak natrium, ato janë të pasura me nivele shumë të mira të kaliumit. Hurmat arabe ndihmojnë në rregullimin e rrahjeve të zemrës dhe mirëmbajtjen e presionit të elementeve të gjakut. Ato janë një zgjedhje shumë e mirë e niveleve të duhura të kaliumit që zvogëlon edhe riskun e sulmeve në zemër. Shtimi i hurmave arabe në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer edhe për sistemin tuaj nervor. Duke qenë se përmbajnë element të grupit të vitaminave B, hurmat arabe do të përmirësojnë shëndetin e funksioneve tuaja të sistemin nervor. Përveç kësaj, kaliumi do të përmirësojë edhe gatishmërinë e shëndetit të trurit. Hurmat arabe janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për personat që vuajnë nga artriti. Hurmat arabe janë një zgjidhje shumë e mirë anti-inflamatore dhe lehtësuese kundër inflamacioneve dhe shkaktimit të problemeve të artritit. Magnezi te hurmat arabe do të luajë një rol pozitiv në lehtësimin e këtyre komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së trupit. Ndaj përfshirja e tyre në dietën tuaj të përgjithshme do të luajë një rol të mirë pozitiv edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët këshillojnë konsumin e hurmave arabe sepse ato ofrojnë lëndë të pasura ushqyese. Hurmat e arabisë kanë disa përfitime të mëdha ushqyese në dobi të organizmit. Ju nuk do të keni nevojë t'i merrni të gjitha këto vitamina kur ju mund të konsumoni 2 deri në 3 hurma arabe çdo ditë. Ato përmbajnë nivele shumë të mira të bakrit, kaliumit, fibrave, manganit, gjithashtu vitaminës B6 dhe magnezit. Hurmat arabe janë një produkt shumë i rëndësishëm i sistemit tuaj tretës. Nëse doni të keni një tretje më efektive dhe të vuani më pak nga këto komplikacione, sigurohuni që t'i keni pjesë të dietave tuaja. Hurmat arabe janë një produkt shumë i pasur për tretjen. Nëse keni probleme me sistemin tretës, probleme të tjera nga ushqimet, hurmat arabisë mund t'ju ndihmojnë shumë në këtë aspekt, duke u kthyer në element pozitiv në mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Hurmat arabe janë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese edhe për shëndetin e zemrës. Magnezi që ndodhet me shumicë të hurmat arabe është i dobishëm, kur është fjala gjithashtu edhe për shëndetin e zemrës, pasi do të ulën nivelet e presionit të lartë të gjakut. Shumë njerëz janë me ilaçe të presionit të gjakut dhe ngrënia e këtij fruti mund të cilësohet sipas ekspertëve si aleati më i mirë që mund të ndërmerrni në dobi të organizmit. Shtimi i hurmave arabe në dietën tuaj do ta bëjë trurin të punojë më mirë. Vetëm tregoni kujdes me sasinë
3 deri në 4 hurma janë nëse të mjaftueshme për të marrë këto përfitime. Vëmendje. Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.